Sot, Allahu do të krenohet me ju para engjëve. Në këtë ditë, Muhamedi alayhi salatu wassalam ngriti duart dhe nuk i uli ato. Ai qëndroi në Arafat duke i lutur Allahut për orë të tëra, dhe sahabët mund t'ja shihnin krahët nga sa lart i kishte ngritur. Ai e dinte se ki mund të ishte Arafati i tij i fundit, prandaj nuk çoi dëm asnjë moment. Dhe në atë ditë ju shpall ajeti El-yawma akmaltu lakum dinakum, sot e përsosa fen tuaj për ju. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, agjërimi i kësaj dite fshin mëkatet e 2 viteve, vitit të kaluar dhe vitit që vjen. 2 vite të falura. Prandaj, në këtë ditë të Arafatit, mos u huto dhe mos e lini t'ju ikë bosh.